duhet shfrytëzojmë momentet, duhet shfrytëzojmë rastet. Koha mbas ezanit deri në thirrjen e ikametit, që është e garantuar siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Koha kur ne jemi me ballin tokë. Pra, pejgamberi sa më thotë momenti që një është më afër Zotit është kur është me ballin tokë, prandaj shtonin të sa më shumë lutje dhe duat. Përpara selamit, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjithsecili për ju kur tjeti ulur në ulin e fundit i kërkojnë mbrojtje e Zotit 1 2 3 4, thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma sha'a, pastaj le të kërkojë çfarë të dojë prej gjërave. Pra është mas duave në tehijat deri në dhënien e selamit është një kohë speciale për të bërë dua, domethënë. E katërta kemi le të themi kohën, siç e përmend pak më përpara, kohën e Ramazanit që është koha e iftarit, koha e syfyrit. Kemi një kohë speciale, ofertë speciale, me që po kërkon oferta speciale, është koha e 1/3 të fundit të natës. Pra është koha kur Zoti i Madh zbret qiellin e dynjas dhe thot kush don diçka t'ja jap, kush kërkon diçka t'ja realizoj, kush lutet për diçka t'ja plotësoj, kush kërkon faljen time, unë do t'ja adhuroj. Pra është koha më e bukur kur njeriu mund t'i lutet Zotit. Le të themi ajo falja e natës që njeriu domethënë çohet për hatër të Zotit, për hir të Zotit, po edhe për hallët dhe nevojat e tij. Gjëja tjetër është për shembull le të themi dita e Xhuma. E përmendëm pak më herët, pra që është koha kur ulet hoxha mes dy hutbeve, është kohë fantastike ka për të transmetim të saktë në Muslim, po është edhe koha nga ikindia deri në akşam edhe për këtë ka transmetim tjetër, pra që është koha më e bukur kur njeriu mund t'i lutet Allahu xhallal xhelalu. Në përgjithësi dhe mbas veprave të mira, pra nëse njeriu bën një mirësi, mund t'i lutet Allahu xhallal xhelalu nëpërmjet kësaj mirësie. Mund të jetë edhe e hapur lutja, le të themi njeriu në çdo kohë mund t'i lutet Zotit. E bukuria e lutjes është se nuk kërkon për njeriu të abdes, nuk kërkon për njeriu të gusl, nuk kërkon për njeriu domethënë diçka që speciale. E rëndësishme është që njeriu të jetë prezent, e rëndësishme është që njeriu ta ndjejë, e rëndësishme është që njeriu të kuptojë se është ai dhe Zoti dhe lutja e tij. S'ka nevojë për asgjë, domethënë ka të bëjë direkt me Allahun, ka të bëjë direkt me Zotin e gjithësisë. Le të themi kemi kohët për shembull kur njeriu po bën tawaf rreth Ka'bës, kur njeriu është në Arafat, kur njeriu domethënë është mbi kodrën e Safas apo mbi kodrën e Merves, përpara se të pi ujin e Zemzemit, edhe për këtë domethënë ka transmetim që Zemzem limashuri bele, uji Zemzemit me çfarë do njeti që të pihet. Pra edhe madje ka transmetime interesante që dietarët dhe njerëzit e hershëm kanë pas bërë lutje të caktuara fikse dhe Zoti i Madh u aplotësonte dhe para pirjes ujit Zemzemit. Pra, le të themi këto në disa momente nga më interesantet, lutja e prindit për fëmin është nga lutjet më të bukura, domethënë. Lutja e fëmijës për prindin gjithashtu, domethënë nëse fëmia lutet për prindin, sidomos mas largimit të tij nga jeta e kësaj bote, po edhe prindi nëse lutet për fëmin e tij, domethënë, rasti kur njeriu është udhëtim, lutja e udhëtarit nuk refuzohet. Pra është një hadith pra i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në përgjithësi, domethënë këto janë disa momentet nga më pikantet ose ofertat më interesante që janë dhënë. Ndoshta mund të ketë edhe të tjera, po për momentin ndoshta edhe nuk na vijnë. Pra, e rëndësishme është që njeriu mos harrojmë faktin që kur lutet duhet të jetë prezant, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë inna Allaha la yastajibu du'a ghafilin lahin. Thatë Allahu nuk i përgjigjet njeriu si është situar, pra thjesht bë dua, po as nuk e di çfarë duhet thonë, po ka mësuar ca formula. Edhe i thotë, jo, njeriu duhet ta ndjejë, zemra e tij duhet të jetë prezente. Edhe njeriu domethënë duhet të përdorë emrat e Zotit në lutjen e tij dhe në duan e tij. Le të përdorë një kod etik, për shembull prej kodeve shumë bukura etike ne kemi dy momente duash. Kemi duat momentale për një hall, për një nevojë, për bisiklet, kjo është gjë tjetër, dhe kemi duat e përgjithshme ndaj. Duat le të themi klasike. Duaja klasike ka një kod etik. Si fillim nis me falënderimin dhe lavdërimin e Zotit. Së dyti çohet salavat me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Së treti njeriu përmend të mirat e Zotit ndaj tij. Së katërti përmend dobësinë e tij përpara Zotit. Së pesti futet tek halli dhe nevoja që ka. Kjo është mënyra më e bukur e paraqitjes së një lutje tek Allahu xhallal xhelalu.